Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi profetin ton Muhammed alayhis salam. Në këtë hutbë dytë do të tregojmë historinë e Malik ibn Dinarit. Ky person, ky tabiin ka një histori të çuditshme. Në rininë e tij ishte larg Zotit dhe larg besimit. Por deshi Zoti ai u martu dhe Allahu e furnizoi me një vajzë që e quajti javuri emrin Fatime. Ky ishte një njeri që edhe pse u martu, edhe pse Zoti i dha fëmijë, vazhdonte të pinte alkol, por shpesh vajza e saj merrte godën, ja largonte, sikur po i thonte largoju pijes. Edhe ky ju largu dhe hoqi dorë nga pija. Por ndoroi jetë vajza e tij. E sprovoi Allahu duke i vdekur vajza. Dhe një natë prej netësh ai ju kthy prap pijes. Dhe duke qenë në një natë që kishte pije shumë, bjerë në gjumë dhe shikon një ëndër që po bënte kiameti. Pa shef në ëndër që ndodhi kiameti. Dhe sikur doli përpara mahsherit. Dhe duke qëndruar në atë vend të errët, i vjen një gjarpër shumë i madh, i zi dhe donte ta gëlltiste. Dhe ky vrapon dhe takon një të moshuar, të dobët, dhe i thotë më ndihmo, thotë nuk të ndihmoj dot, por vrapon sa të mundesh drejt që të shpëtosh. Kur shkon përpara, shef që ishte zjarri i xhenemit. Kthehet prap ky i moshuari dhe i thot ka të shkoj, thot vrapon drejt atyre malive. Dhe shkon me vrap, aty shikon disa fëmijë dhe ato fëmijët i therasin vajzës së tij, pra që ishte Fatimeja, i thot babai yt është në rrezik. Shkon tek Fatimeja, e merr babain e tij, pra babain me dorën e djathtë, pra i jep dorën dhe ja largon gjarpin nga me dorën e majtë. Dhe i thot, çfarë ke bërë kështu baba? I thot, oj bi, çfarë është ky gjarpër? Ky thot, është puna jote e keqe, ke bëj shumë sa është zmadhu shumë. Po ai i moshuari, ai thot është puna jote e mirë, por ke bërë aq pak që është shumë i dobët. Dhe i thot vajza, elem ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. Dhe i reciton ajetin kuranor të surja Hadid, a nuk ka ardhur koha për besimtarët e vërtet që zemrat e tyre të përulen përpara këshillave të Allahut. Dhe këtij personi i del gjumi në ato momente dhe thot, ka ardhur koha o Zot, dhe ai pendohet dhe kthehet tek i madhi Zot. Dhe tregohet pasi la dhe pastrohet, shkon fal sabahun në xhami, edhe reciton imami po këtë ajet kuranor, elem ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. A nuk ka ardhur koha për besimtarët e vërtet që zemrat e tyre friksohen nga këshillat e Zotit të Madh. Prandaj vllai i nderuar dhe motra e nderuar, gjithsekush nga ne, të kthehet dhe ai vetes vet dhe thot, a ka ardhur koha?